Unë kam një lidhje specifike me Zotin, do të thotë kjo ka ardhur prej prindit tem, prej babas, se baba ka qenë shumë fetar, ai asokoj edhe pse ishte një funksionar i lartë shtetëror, ai ka fal namaz. Ai ka fal namaz në shtëpi, ka fal namaz në punë apo kudo që u konë. Edhe prej tij unë i kam marrë mësime do të thotë fillestare të fesë, edhe ato edhe i kam vazhduar edhe besoj fuqishëm do të thotë se në krijuesin e gjithësisë dhe në fatin e përcaktimin e fatit secilit prej nesh vetëm prej Zotit. A e kujton momentin kur ti, domethënë, ke nis me praktiku fen? Më tregon këto momente se janë shumë të rëndësishme, që unë guxova për me hinë në këtë. Që për shembull Ramazanin e parë, kur fillu me agjëru dikun moshën 14 vjeçare. Prej asaj moshë kur fillu me agjëru Ramazanin, tani më pastaj kur fillu edhe të falem namaz, përpiqem. Momentin tregon. E përmena, moshën 14 vjeçare, do thotë që ajo ka qenë, baba ka qenë shtysa kryesore, i cili na ka furnizuar me materiale, aso kohë, do thotë ato libra fletushkat, diturisë islame, apo të botuzët të ndryshëm, edhe tu lezu, do thotë, kum fillu do tani me lezu edhe Kur'anin, e pa ta lezu edhe Kur'anin kum lezu gjatë një Ramazani, edhe kum pa, domethënë që duhet jemi të lumtur pse jemi do thotë krijesat e Zotit, dhe duhet t'i besojmë Zotit për shkak se ai është krijuesi dhe duhet t'i falim atij. Shumë mirë, se unë edhe jashtë ekranit, edhe jashtë studiove, paka shumë domethënë e folim këtë pjesë, po unë e di që ti kur s'ke fol për këtë pjesë, edhe për shumë gjëra të tjera, me thonë të drejtën, po ka një herë po duhet me të nxit ty për mi thonë çato, se ti jam unë për aty që të nxiti për me thonë çato. Heziton, jo, absolutisht, unë e njihna si person, domethënë që e flas të vërtetën, po sa të thash në fillim, do të e flas të vërtetën edhe realitetin, edhe nuk hezitoj. Jo, e besoj. Edhe po janë gjëra pak më private këtu edhe më ndej për mi fol. Ti nuk don. Jo, absolutisht, do të thotë shokët e mi, shoqënia jame e ngushtë dhe gjonë e di për shkakun që unë shkoj në xhumë. Sigurisht, unë e kuptova këtë. Unë fali, do të thotë në persona publik nuk ka që e shpreh në media, domethënë jo, absolutisht, pasi se kom pas rastin edhe për ata, do të se e përmenda do të zakonisht i ftu për diçka që përmendet domethënë edhe babën. Ka qenë lidhje shumë e ngushtë besoj me ta, me që ka qenë shtyrja jote më e madhe. Domethënë ai ka qenë shtyrja më e madhe me qenë edhe sot avokat. Po, ato e kom pas udhë rrëfysh një, do të thotë ai ka qenë jurist aso kohë, ka qenë edhe përfaqësues i institucionit ku ka punu, do të thotë në për konteste gjyqësore, edhe aty e kom marr atë mësimin e parë si për drejtësi ashtu edhe për avokati, për shkak se ai e ka ushtruar do të thotë profesionin e mbrojtësit, e përfaqësuesit të institucionit ku ka punu, edhe prej atij e kom marr udhë rrëfim, do të thotë të drejtësisë edhe të avokatisë. Gjithmonë e kom pasur edhe si ëndër do të thotë avokatin, po foli për moshën madhore. Sa jam kon i vogël në atë fotën që e pam pak më herët, atë aso kohë kom pas dëshirë mu bë pilot. Pilot? Nuk e di pse, do të thotë me aviacionin kom pas një lidhje shumë specifike. Gjithmonë qysh në moshë, po aso viteve 90 do të u përmbyll gjithçka, edhe nuk ishte kur gjë në normalitet, nuk e pas mundësi me shku edhe në për shkolla ushtarake, se atëherë shkollat ushtarake kanë qenë që janë marrë me aviacion. Por rrugtimet drejt profesionit, një avokat i suksesshëm. E po pas, siç e përmendëm, pasi jam kthy këtu, pas luftës vitin 2000, kom fillu me punu si përkthyes tani si zyrtar administrativ, e kom përfunduar edhe fakultetin juridik, e kom përfunduar edhe masterin në të drejtën evropiane, në një prej shkollave, 5 shkollave të ekselencës së Bashkimit Evropian, për studimet e integrimit evropian. Tani u pata punësu në zyrën ndërkombëtare për mbikëqyrjen e pavarësisë së Kosovës. Në vitin 2010 kom kalu si jurist i aviacionit në Autoritetin e Aviacionit Civil të aso kohë, një institucion i cili kishte marrë kompetencat prej UNMIK-ut për rregullimin e aviacionit civil. Aty pata punu 6 vite, kom qenë më vonë tani u pata promovu si udhëheqës zyrës për çështje rregullatore të aviacionit.
aty është dashur mirë me standardet e aviacionit, do thotë në ndërkombëtare, të aviacionit civil kryesisht. Prej aty pa ta kaluar në si përmbarues privat. Para më çfarë ndryshimi. Unë njihna si person që ku mbo shumë rrokoda. Nëse më i çujt çashtu. Edhe prej aviacionit. Po tregon se je shumë i guximshëm me ato që të cilët me një farë forme do rrezikoj një jetë. Kum rreziku shumë herë një. Shumë mirë. Edhe pa ta kaluar si përmbarues privat, më patë ndërgu Ministria e Drejtësisë asë kohën në Ferizaj, me zyrë, po aty afër 2 vite kom punu, tani pa ta kthyer Ministri i Infrastrukturës si këshilltari i lartë i Ministrit të Infrastrukturës pa lekaj asë kohë, prej vitit 2018 deri në vitin 2020. E tani në vitin 2019. Tani në vitin 2019 u emrova si drejtori i përgjithshëm i Autoritetit të Aviacionit Civil të Kosovës, që institucioni ku isha 6 vite si drejtor i zyrës ligjore, tani u ktheva si drejtori i përgjithshëm. Edhe aty deri në vitin 2020, majt vitit 2020, edhe qeveria aktuale në vazhdën e aty në shkarkimeve të famshme të vitit 2020, gjatë kohës së pandemisë, pa të shkarku edhe mu, edhe tani prej atëherë pa ta fillu si avokat. Për ndryshe provimin për avokat e pa ta kalu në vitin 2015. Nëse kthena pyetjes asaj që më the, qysh je bo avokat. Vitin 2015 e kum kalu provimin për avokat, por nuk e kum shtu profesionin deri vitin 2020. A është vështirë me qenë avokat sot? Sepse janë përgjithësi shumë të mëdha. Edhe diçka një fakt shumë të rëndësishëm në këtë mes që një besimtar, dhe me thonë edhe avokat, duhet me thonë vërtetën gjithmonë. Pavarësisht që unë mendoj që avokati duhet me thonë gjithmonë vërtetën, por është e vështirë kjo? Absolutisht. Ashtu do thotë avokati duhet ta mbrojë të vërtetën të cilën e merr prej klientit të tij. Klienti i tij jep të vërtetën atij, edhe avokati nuk ka asnjë mundësi tjetër ta di të vërtetën, sa atë në fund e zbulon vetëm gjykata pas përfundimit në procesi. Përderisa avokati është i pajisur me të vërtetën e klientit të tij, ato duhet me mbrojtë me ngulm, pa asnjë hezitim. Duke përdorur standardet e profesionit, cilat i njeh mas miri për shkak të aftësive të tij, deri në momentin e fundit. Se a është i fajtor apo është i pafajshëm, atë e vlerëson dikush tjetër në fund të një procesi gjyqësor. Por një avokat i mirëfill do të thotë i mirë, ai gjithmonë duhet të thojë vetëm të vërtetën. Qoftë të vërtetën e tij apo të vërtetën që ja shërben klienti i tij. Cili ka qenë momenti më i vështirë gjatë karrierës tonë si avokat, që ju sot e mbani mend? Me të thonë të drejtën, nuk jam ekspozu në momentet të vështira, do të thotë si avokat, ma shumë jam ekspozu në momente kur kam qenë pjesë e një procesi gjyqësor, jo si avokat, por si i pandehur. Gjithë e dim atë rastin e për shembull 53 milionshit, ku unë kam qenë i akuzuar së bashku me 3 të tjerë nga Ministria e Infrastrukturës, edhe është shumë e rëndë, do thotë, për me kuptu që dikush të akuzon për një vepër cilën ti as nuk mundesh me bo, në fundit. Do thotë, absolutisht nuk e pas mundësi, se për me bo një vepër penale ti duhet të pas ato kompetencat. Nëse s'u ke ato kompetenca, ti s'mundesh me i keq përdorur ato. E çaj kon një për momente vështira, do të për më ballafaqosh me një proces gjyqësor gati 2 vite e gjysmë. Dhe si përfundim? Për momentin do të thotë është kthyer në rigjykim, në shkallë të parë, fillojmë prej fillimit, por shpresojmë me një proces tjetër, jo sikur që ka shumë procesi i parë. Se po të nuk ka qenë shumë okej? Po për shkak të vetë udhëheqjes së procesit gjyqësor, ka pas edhe shkelje edhe ndërhyrje, do të thotë gjatë procesit gjyqësor, mos flasim për pjesën e dokumentacionit, sa po edhe gjatë procesit gjyqësor ka pas padrejtësi, pabarazi në drejtimin e atij procesi, ku unë, për shembull, jam qenë pjesë e atij procesi, por jo si avokat. Edhe jam nis shumë rënd për shkak se nuk u mujt me mbrojt veten time se jam avokat. Kështu si avokat, domethënë në raste të tilla, nëse klienti jam kish më ekspozu domethënë me një proces të tillë gjyqësor, do thotë unë për veti do thotë isha kon shumë akomod për me mbrojt një klient tim për çati procesi.